Cipriotët kanë mbetur të shokuar nga nisma e qeverisë për një taksë 10% mbi kursimin si mas për paketën e shpëtimit prej 10 miliard eurosh të dakorduar një ditë më parë në Bruksel. Marrëveshja e arritur me partnerët euro dhe FMN shënon një largim radikal nga paketa e mëparshme ndihmës ndërkombëtare. Njerëzit me më pak se 100.000 euro në bankat cipriote do të paguajnë një taksë prej 6.75%, ndërsa ata me më shumë gjendjen në llogarinë e tyre 9.9%. Kjo pritet të rrisë 5.8 miliard euro të ardhurat shtesë. Presidenti Nikos Anastasiades mbrojti këtë si një hap të dhimbshëm i marrë për të shmangur falimentimin e vendit. Duhet të bënim një zgjedhje ose ndërmjet një skenari katastrofik të falimentimit të çrregullt ose skenar të dhimbshëm por të kontrolluar të krizës. Lideri cipriot i cili u zgjodh muajin e kaluar me premtimin për të trajtuar krizën e borxhit të vendit, Çipria është vendi 5 pasi Greqia, Republika e Irlandës, Portugalia dhe Spanja kërkuan ndihmë financiare për tejkalimin e krizës. Vendi ka qenë në vështirësi financiare që nga rënja e ekonomisë greke, ku bankat cipriote kanë investime të mëdha.